Nga sot deri më 31 janar do të kryhet testimi, kalibrimi dhe verifikimi i pajisjeve të vendosura për mbikëqyrje të trafikut në kuadër të projektit Safe City. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se testimet do të realizohen çdo ditë, nga ora 8 deri në orën 20, nga ku apelojnë tek vozitësit që gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve nuk do të lejohen të kalojnë automjetet derisa të përfundojë procedura. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Astrid Iseni në emisionin Klik Plus njoftoi se do të përmbajnë fotografi që do të tregojnë nëse shoferi ka pasur të vendosur ripin e sigurisë ose nëse ka përdorur telefonin gjatë drejtimit të automjetit. Po me vetë faktin që do të nxjerren në të dhënat e gjobës tash në formë vërejtjes të cilët vinë vetëm në formë shkruar dhe tabelet dhe evidenca e shkelësit normal në komunikacion, do të kemi edhe fotografi në të cilën në fotografi konkretisht do të mund shifet shembull drejtuesi i makinës se a ka pas rrip të sigurisë, është duke biseduar telefon. Iseni bëri të ditur se ligji parashikon toleranca të vogla të shpejtësisë për drejtuesit e automjeteve. Për shpejtësinë deri në 100 km/h lejohet një tolerancë prej 6 km pa gjop, ndërsa mbi 100 km/h toleranca është 8 km/h. Toleranca deri në 100 km do të jetë 6 km/h. Kështu që sa që kemi shembull sinjalistik me 50 km/h e lejuar shpejtësia, atëherë normalisht deri në 56 km/h nuk do të kemi gjop të paraparë për drejtuesit e automjeteve. Prej 57 e të lartë pastaj do të kemi gjop dhe mbi 100 atëherë do të kemi tolerancë 8 km/h, që nuk kuptohet sa që është shpejtësia lejuar 100, deri në 108 nuk do të kemi gjop. Iseni njoftoi se qytetarët do të kenë mundësinë të paguajnë gjobat si në mënyrë online, ashtu edhe në stacionet më të afërta policore. Gjobat do të jenë të përgjysmuara nëse paguhen brenda 8 ditëve. Pas këtij afati, ata duhet të paguhen në shumën e plot, përndryshe do të dërgohen në gjykat. Iseni njoftoi se gjobat do të jenë të disponueshme edhe në gjuhën shqipe.